Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar nga Lugina e Preshevës, zoti Jankel Regjepi, është tani më një linjë direkte me ne, ashtu siç e thamë edhe në fillim të këtij edicioni, me cilin do të flasim për sfidat, problemet dhe diskriminimin e shqiptarëve në Luginë nga qeveria e Serbisë. Atëherë, zoti Regjepi, faleminderit shumë që je sot në këtë linjë direkte me ne. Është kënaqësi edhe ime të jem prezant në misionin tuaj. Faleminderit shumë. Zoti Regjepi, nisim këtë diskutim me një vendim funi që keni marrë ju si kryetari i Këshillit Kombëtar, keni vendosur të refuzoni një ftesë të ministrit për drejtat njerëzit dhe pakica në qeverinë e Serbisë. Për çka ishte i thirrur ky takim dhe cila ishte arsyeja që keni refuzuar këtë ftesë? Po realisht, ky takim nuk ka pas asnjë pikë të rendit ditës të cilët do të diskutojë, po realisht është një tentativë radhës e ministrit shqipfolës Demo Berisha, i cili përpiqet që Këshilli Kombëtar Shqiptar ta amnistojë ato apo ta bëjë që të duket si është pro shqiptar. Realisht në të kaluarën e ministrit shumë mirë e dim, por realisht me këtë ministri për të drejtat e njerëzit dhe pakicave kemi nënshkruar prej vitit 2022 kemi nënshkruar një pjesë të cilët një platformë ku të drejtat shqiptarëve janë cekur pikë për pike dhe ajo do të realizohet në vitin prej 2023 deri në vitin 2026. Dhe tani ne po shkojmë në vitin 2026 dhe asnjë pikë e rendit ditës të cilës është paraportë në atë platformë nuk është arritur. Dhe ajo që unë e kam zgjedhur për mos ta takuar është shumë e thjeshtë. Është koha për veprim, nuk është koha për dialog. Sepse ministri kërkon dialog dhe nuk kemi çfarë të dialogojmë, sepse shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk kanë kohë të presin. Koha është për veprim, prandaj i kam thënë ministrit direkt që ta përmbush ato pjesë. Pastaj është edhe pjesa e të fermerëve, domethënë subvencionet për fermerët, ku kjo ministri ka ndaluar që ka anuluar vendimin e Këshillit Kombëtar Shqiptar që të subvencionohen fermerët dhe ky ka qenë edhe kushti kryesor të cilët ja kam paralajmëruar që ta shfuqizoj atë vendim dhe të ne të nisim procedurat më herë për shpërndarjen e ndihmave për fermerët. Dhe këto janë dy pika kyçe të cilat më kanë bërë që unë ta refuzoj. Dhe pika e tretë që është pika kyçe ku ministri në fjalë gjithmonë, domethënë me fjalë ofenduese dhe fjalë diskriminuese paraqitet para mediave serbe duke kritikuar dhe duke thënë gjërat më të neveritshme për Këshillin Kombëtar Shqiptar, duke mos na njohur edhe identitetin ton kombëtar të cilës sepse ata e kanë përcaktuar që ne duhet të zgjedhim kombin, Kosovën apo Shqipërinë. Po, dhe zoti Regjepi po thoni që ky ministër që thoni që është shqiptar me prioritete shqiptare, veç se e dëmton edhe më shumë pozicionin e shqiptarëve në Luginë me këtë çastin që e ka pasur deri më tani. Por realisht ky ministër nuk mund të themi që është shqiptar, pasi mund të themi që është shqipfolës, pasi ky ministër ka luftuar në Kosovë kundër shqiptarëve dhe është një ministër të cilët i shërben Vučićit dhe Vulinit. Dhe kjo është arsyeshme, ai është edhe në partinë e Vučićit dhe kjo pjesë është e dukshme dhe ai me deklaratat e tij edhe vetë e ka pohuar që është në atë vit dhe ne nuk mund të jemi në atë vit dhe ai nuk mund të jetë shqiptar, nuk i përfaqëson shqiptarët e Luginës së Preshevës apo shqiptarët e tjerë që jetojnë nëpër Serbi. Po, dhe a është kjo ftesa parë që keni pasur thirrje për takim dhe si do të vazhdoni edhe ftesa tjera të refuzoni në rast se nuk ndërmerren këto veprimet dhe kërkesat që i keni ju si këshill? Realisht kërkesat mia janë të qarta dhe nuk zbrasin nga kërkesat tona. Kërkesat janë elementare, sepse ajo që dua unë që buqit t'i kthehen, t'i subvencionojnë buqit. Dhe ajo që dua që ky proces të ecë para. Nuk kemi nevojë pra, siç e thashë më herët, dialogojmë. Çdo send, çdo tentativë për mua është e pashmangshme. Jemi të vendosur në këtë pjesë, i kryen obligimet, ne pastaj mund të diskutojmë. Pa i kryer obligimet, ne nuk mund të diskutojmë, sepse s'kemi çfarë të diskutojmë. Ajo që diskutojmë është në letër, vazhdoneni. Është vetë Serbia është nënshkruese, vetëm kjo ministri e ka nënshkruar atë projekt në bashkërisht me ndërkombëtarët dhe është çështje shumë e qartë dhe është shumë pjesë të cilët i përbën, domethënë ato preken shqiptarët, ndërsa nga kjo që nuk ka filluar të zbatohet është vetëm me pretekstin sepse bëhet fjalë për shqiptarët. E kemi edhe planin 7 pikë, që edhe ai plan nuk ka filluar të zbatohet dhe pjesa e planit aksional është pjesë e planit 7 pikësh. Pra, të realizojnë këto, të fillojnë të realizojnë dhe ne pastaj mund të dialogojmë, mund të ulemi, mund të bisedojmë, por realisht
pa këto tri kërkesa, pa i realizu këto tri kërkesa, ne nuk mund të ulemi të bisedojmë, sepse nuk kemi kohë për të humbur. Kemi kohën, është koha të veprojmë, dhe të veprojmë sepse Serbia është ajo të cilat gjithmonë mundohet të shtyhet të përfitojmë kohë. Dhe ne, si shqiptarë të Luginës, nuk kemi kohë për të humbur. Po, cili është dëmi, zoti Recep, që i bëhet sidomos fermerëve shqiptarë me mos lirimin e këtyre fondeve? Janë diku në afër 1 milion euro, apo jo të ndara si mbështetje financiare për fermerët atje. Cili është dëmi? Dëmi është i madh, sepse ne shqiptarët e Luginës së Preshevës atë kemi pjesë të cilët ne hajmë bukë nga këta bujq, dhe ata bujq janë vërtet bujq të cilët e meritojnë dhe nuk subvencionohen nga shteti sërb. Shteti sërb i diskriminon si në çdo fushë që jemi të diskriminuar, dhe ajo është një pjesë të cilët detyrohet që këta bujq të mos të kultivohen. Realisht kjo i pengon, sepse edhe qasja Kosovës, sepse e ndihmon Kosova, është një problematik të cilën mundohen ta shpërfillin kësaj. Dhe ajo që është pjesë avancimit. Edhe këta janë pjesë avancimit. Pjesën avancimit e ka Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe janë të detyrueshme që kjo pjesë të jetë pjesë e bujqit dhe pjesë e pandashme, se edhe bujqit janë shqiptarë dhe janë pjesë të pandashme e popullit tonë, të cilët jetojnë në këto troje, zhvillojnë në këto troje, paguajnë taksa në këto troje, dhe realisht kjo duhet jetë ajo fazë që duhet të lirohet dhe ai vendim duhet të shfuqizohet sepse është i damshëm. Ose në të kundër duhet të përdoret reciprociteti me serbët e Kosovës, sepse po ta shiqojmë se serbët e Kosovës janë të privilegjuar dhe marrin fonde të shumë fishta, ndërsa shqiptarët në Luginë të Preshevë janë populli më diskriminuar në Ballkan. Po, a konsideroni që ky është mekanizmi ndoshta më i mirë që mund të kushtohet në këtë formë Serbia, apo ndoshta edhe ndonjë presion më i madh ndërkombëtar sa i përket këtij lirimit të këtij fondi? Po patjetër, duhet të jetë pjesë dhe përshëndes vendimin e qeverisë së Republikës Kosovës që këtë gjë ta fut në bisedimet Kosovë-Serbi, sepse është jetike. Është jetike që shqiptarët e Luginës së Preshevës të përfshihen në bisedimet Kosovë-Serbi, sepse nuk mund të diskutohet vetëm për problemet e serbëve në Kosovë dhe mos të diskutohet për problemet e shqiptarëve në Luginë të Preshevës, sepse derisa Serbia pakicët e veta nuk isët e tjerë dhe nuk mund të kërkojnë një shtet tjetër që t'i bëjë të drejtat, që t'ja arrisë të drejtat e serbëve në Kosovë. Dhe se Serbia ende jeton me botën e iluzionit të botës serbe. Po, dhe zoti Recep, kemi parë edhe një reagim sot të deputetit shqiptar Shoaib Kamberi lidhur me futjen e shërbimit të detyrueshëm Musharak. Paraqesh shqetësim kjo për juve dhe si do të ndikojë tek shqiptarët e Luginës? Normal është një shqetësim që pritej, sepse për Serbisë çdo herë pritej gjëna kështu diskriminuese, dhe po ky shërbim ushtarak nuk i shërben askujt. Realisht të pakicave kombëtare që jetojnë në Serbi, sepse asnjë ndër pakicat nuk do të mund të bëhen pjesë e ushtrisë serbe, dhe kjo është një pjesë tjetër e fazës së pasivizimit të adresave, ku të rinjt shqiptar tani do të detyrohen që pas 18 vjet pas mbarimit të shkollës së mesme të emigrojnë dhe të kërkojnë azil politik në vende të ndryshme, siç ka ndodhur në vitin e 80-ta dhe fillimit e viteve 90-ta, ka qenë e njëjta kauz ku shqiptarët të rinj shqiptarë nga Lugina e Preshevës, po edhe nga Kosova kanë mërguar në mërgim duke kërkuar azil politik, e vetëm sepse i kemi shumë viktima në këtë pjesë, janë dikur siç e tha dhe deputeti popullor mbi 135 viktima, dhe kjo është pjesë avaz i vjetër që besoj që mund të rikthehet historia, dhe historia që përsëritet nuk është e mirë. Është një histori të cilët ne e kemi ende të freskët dhe kjo nuk guxon të ndodhet, po mendoj që faktori ndërkombëtar është duke e përkthyer Serbinë, duhet që të reagojë faktori ndërkombëtar, dhe ne nëse fillon kjo pjesë ne kemi për të reaguar, kemi të ngritur zërin dhe një herë të përshëndes edhe vendimin e deputetit Kamberit për këtë iniciativë, sepse është domosdoshme që kjo pjesë do të ngritet zëri në këtë pjesë, sepse prapë do të fillojë zbrazja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Pra po thoni edhe një metodë tjetër sa i përket pastrimit etnik të shqiptarëve në Luginë, apo jo? Patjetër, kjo është një metodë. Domthonë ka shumë metoda që Serbia është duke përdorur. Serbia është duke e kryer njëjtin rol që ka kryer Miloševiqi, por Miloševiqi në atë fazë ka kryer me anë të automatikun, ndërsa tani Vučići është duke përdorur metodët më të moderuar, duke përdorur kështu mekanizma ndërthurjes, ku po i detyron shqiptarët të largohen nga këto troje. Po ta shohim në Medvegje kemi
fazën e pastërt, ku ka ndrodhur një spastrim etnik, ku jetojnë shumë pak shqiptarë duke i pasivizuar mbi shumë të ndryshme në shumë vende, siç ka filluar tani edhe në Preshevë, ka filluar edhe në Bujanoc. Domethënë është më e theksuar tani kjo pjesë. Dhe kjo pjesa e shërbimit të detyrueshëm ushtarak do të na përcjell dhe shumë të ri, nga shkolla e mesme do vazhdojnë rrugën e emigrimit, sepse ata nuk mund ta pranojnë që të jenë pjesë e ushtrisë serbe. A kemi informacione sa banorëve shqiptarë deri më tani u janë pasivizuar adresat brenda kësaj periudhe, brenda këtij viti ose këtyre viteve të fundit? Brenda viteve nuk e kemi ende, sepse shteti serb mundohet nuk jep dhëna. Dhe në bazë të që realizojmë, po shohim që çdo ditë po pasivizohen familje të tërë. Po realisht numër të saktë ende nuk kemi, sepse nuk mund të flasim me numër, por është numri mbi 8.000 ka kaluar numrin që po pasivizohen dhe po shkon në shture. Domethënë po shkon në ndryshimin e demografisë së popullit. Rreziku më i madh tani është Bujanoca, sepse në Bujanoc mbi 65% janë shqiptar, dhe sepse në Preshevë është pak më ndryshe, sepse Presheva është mbi 95 shqiptare, por po detyrohen të gjejmë shumë mekanizma që sa më shumë të pasivizohen njerëz dhe të ikin shqiptarët nga këto troje. Po, dhe zoni Rexhepi, sa i përket pasivizimit të adresave, ka ndonjë shpresë ose mënyrë që të rikthehen këto adresa, për shkak se dim që ka dhe një çështje ka pasur edhe në gjykatën kushtetuese, por më duket ishte rasti i humbur me sa kujtoj, apo jo? Tani dy raste kemi në gjykatën kushtetuese, që ato në gjykatën kushtetuese të Serbisë janë humbur. Tani kemi shpresat te gjykata e ndërkombëtare, gjykata e Strasburgut, ku po mendojmë që të shkojnë të dy rastet në gjykatën e Strasburgut dhe të fitojmë të drejtën tona elementare, të cilët realisht është pjesë elementare që na takon. Nuk po kërkojmë ne asgjë më pak, asgjë më shumë. Po jemi në procedura të ecjes përpara dhe nuk do të ndalemi këto dy raste, po do të shfrytëzojmë edhe raste tjera që të ecim tutje. Dhe të gjithë shqiptarëve të cilët janë të pasivizuar t'i kthehet adresa dhe të fillojnë prapë jetën e tyre të cilët e kanë. Por realisht ne jemi duke përdorur edhe pjesën e lobimeve, ku ishim pak muaj më erdhi ishim në Berlin dhe takuam shumë deputet dhe një ndër ta u ngritë zëri edhe në Bundestagun gjerman, ku ngritën zërin e çështjes të pasivizimit, sepse ata realisht shumë pak kanë pas njohuri për këtë çështje. Dhe ne do mundohemi që me anë të lobimeve të ngritim këtë çështje në nivel ndërkombëtar, siç ka ndodhur edhe më herët, të cilët kanë qenë në Washington dhe edhe Strasburg edhe në shumë vende tjera, ta rrejmë këtë temë dhe të bëhet këtë temë ndërkombëtare, sepse siç e kanë thënë edhe raportet ndërkombëtare, nuk po them edhe ne, kjo është pjesa më e ndjeshme dhe jemi populli më diskriminuar në Ballkan, sepse po ta shohim në gjitha vendet që janë në Malzi, në Maqedoni, do shohim që ende ata përdorin flamurin lirshëm, ndërsa ne në Serbi çdo vit dënohemi për përdorimin e simboleve tona kombëtare. Domthonë, Serbia duhet të marrë shembull spaku nga fqinjtë e vet dhe pastaj të fillojë me procedura tjera. Po, dhe zoni Rexhepi, po i përmendit disa prej shqetësimeve që i keni ngritur me zyrtarët ndërkombëtar e tjera. Konsideroni që reagimi ndërkombëtar për gjitha këto shkelje që po bëhen ndaj shqiptarëve në Lugin është i zbet në krahasim edhe me reagimet që ndodhen ndaj komunitetit serb në Kosovë dhe këto tjera në rajon që i përmend një ajo tani? Po, mendoj që këtë çështje ndërkombëtare duhet të zgjohen. Realisht po presim që të ketë një njohuri më të madhe dhe mos ta lëdhatojnë Serbinë, sepse për momentin Serbia është e lëdhatuar nga faktori ndërkombëtar. Unë mendoj që faktori ndërkombëtar duhet të zgjohet nga gjumi dhe të fillojë që këto diskriminime, këto raporte që po japin edhe ndërkombëtarët, të zbatojnë në praktikë, sepse dikur mund të jetë vonë. Po edhe një gjë tjetër që duhet, pse ne edhe Kosova dhe Shqipëria duhet të krijojnë një pikë strategjike, një strategji kombëtare që të fillohet edhe më tutje me inicimin e çështjeve në Strasburg edhe kësene. Po mendoj që kohët e fundit Kosova dhe Shqipëria do të fillojnë dhe kanë filluar që kjo çështje e Luginës së Preshevës të jetë temë më e prekshme, sepse po e shohin edhe vetë që duhet jetë pjesë e përditshme e politikës ndërkombëtare. A ka iniciativa zyrtare të përbashkëta me zyra shteteve për të dalë në ndihmë shqiptarëve të Luginës në këto forma cilat po i kërkoni ju apo jo? Po, siç po e shoh dhe siç takime që i kemi, do thonë shqiptarët si Republika e Kosovës, si Republika e Shqipërisë janë duke ngritur çështjet e shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
sepse edhe ata janë duke bërë hulumtime edhe në shumë sfera dhe realisht edhe Qeveria e Republikës së Kosovës e ka ndarë fondin për lobimet ku ne jemi duke lobuar me anë të fondit të Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe gjithashtu edhe Republika e Shqipërisë ka filluar që çështjet ti rra një nga një me faktorin ndërkombëtar. Po, zoti Rexhepi, diskutojmë pak edhe për njërin prej sektoreve më problematik sa i përket shqiptarëve të Luginës është çështja e arsimit apo jo. Ky vit i ri shkollor për shkollat e mesme përsëri ka nisur pa tekste shkollore në gjuhën shqipe. Si mund zhvillohet mësimi pa tekste shkollore? Cilat janë problemet më të mëdha, sfidat më të mëdha që po përballen nxënësit atje? Problemet në arsim janë të shumë shmangshme. Domethënë, po e shohim shkolla e mesme, siç e thatë ju, ende mësojnë në shekullin e kaluar. Domethënë, ne jemi në shekullin e digitalizimit, ndërsa nxënësit tanë në Luginë të Preshevës ende mësojnë me anë të shënimeve. Domethënë, dhe kjo çështje është diskriminuese në të gjitha sferat, edhe në këtë sferë Serbia diskriminon shqiptarët. Domethënë, shkolla shqipe, po ti shoh shkolla shqipe, domethënë prej pamjet parë kupton edhe në pjesë të infrastrukturës e kupton që janë shkolla shqipe. Po ti shoh shkollën serbe në Preshev, ku janë 3% popullsisë, është super luksoze, ndërsa shkolla e dytë më e madhe në Serbi është në gjendje të mjerueshme nga aspekti infrastrukturor, e mos të them edhe po nga pjesë të tjera, sepse kjo diskriminim është i qartë, po e shohin edhe ndërkombëtarët. Ende pa tekste, ende mësojnë me anë të shënimeve. Realisht ne kemi arritur në vitin 2022, kemi arritur me Qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe Qeverinë e Republikës së Serbisë dhe Këshilli Kombëtar Shqiptar të bëj librat për shkollat fillore, ndërsa tani me të njëjtën metodë nuk lejon Serbia që të futen librat për shkollat e mesme. Domthonë i pengon dhe është pjesë e diskriminimit të tërthor që po ndodh në Luginë të Preshevës. Dhe këto teksta mungojnë në të gjitha lëndët mësimore apo në lëndë të caktuara ku flitet më shumë për identitetin edhe historinë, apo si? Te pjesa e identitetit dhe historisë është e kuptoj mund ta marrim normale, po domethënë nxënësit e shkollave të mesme nuk kanë asnjë tekst të vetëm në përdorim. Të gjitha tekstet i mungojnë nxënësve të shkollave të mesme. Domethënë siç e thashë më herë, ata mësojnë me anë të shënimeve. Është pjesë të cilët çdo ditë të vazhdojnë edhe çdo ditë, po është për të përshëndetur edhe mësimdhënësit të cilët në mënyrë konstante janë heroj të cilët po mundohen që ta majnë gjallë arsimin shqip në Luginë të Preshevës. Megjithatë, zoti Rexhepi, ka ndikuar kjo, ka dekurajuar shumë familje shqiptare që të marrin, largojnë fëmijët e tyre dhe të vazhdojnë një proces mësimor diku tjetër më mirë? Po, realisht edhe kjo është pjesë të cilat ka ra numrin nxënësve, sepse edhe si prind detyrohen ta bëjnë më të mirën e mundshme të fëmijës së tyre, por ka edhe shumë prind të cilët po i mbajnë ashtu, po e ruajnë shkollën shqipe dhe po mundohen që në atë mënyrë të mësojnë, të edukojnë fëmijët në mënyrët të cilën do shtu ndodhe. Dhe realisht mendoj që duhet edhe të kjo pjesa, duhet një strategji që të dalim apo të piksojnë kauze të diskriminimit. Po, zoti Rexhepi gjithashtu e përmendet që ka pasur një plan për integrimin e shqiptarëve në institucionet publike, e përmendet që fare është punuar në këtë plan, cila është përfshirja e shqiptarëve në institucionet publike apo nuk ka pasur kurrfarë veprimi dhe është punuar vetëm në diskriminim? Po, prej fillimit të këtij ka pas plan, ka pas plane dhe ka pas koherencë. Ndërsa për ati nuk është realizuar asnjë gjë në të cilën kemi rënë dakord. Domethënë pranë faktorit ndërkombëtar. Edhe në përfundimin e mandatit të ambasadorit të BE-s, ai ishte i qartë kur erdhi na vizitoi për herë të fundit, tha e shoh që nuk ka bërë asgjë. Dhe realisht edhe ai ka shku i penduar sepse nuk mundi të realizoj asgjë për pakicën kombëtare shqiptare realisht në Luginë të Preshevës. Dhe Serbia, për atë ne nuk kemi çfarë takohemi më, çfarë të dialogojmë, sepse duke dialoguar ata po përfitojnë kohë. Dhe koha për shqiptarët e Luginës është e artë. Ne çdo ditë diskriminohemi dhe realisht jemi duke u përballur me shumë sfida. Dhe kjo sfidë është që ata të kryjnë punë. Pra atë ndërkombëtarët duhet ta ngrisin zërin dhe të thënë që kjo pjesë duhet të përfundohet, sepse duke mos ata ne ashtu jemi, nuk kemi pse të dialogojmë të humbim kohë. Realisht duhet të fillojmë me zbatimin e marrëveshjes, siç është plani 7 pikësh dhe plani aksional që është pjesë e konceptit të planit 7 pikësh.
Po, dhe zoti Rexhepi krejt në fond, me gjitha këto probleme, këto shkelje drejtave të njeriut, a mund të themi që në këto 10 vitet e fundit shqiptarëve të Luginës u është përkeqësuar liria fjalës, liria shkelja drejtave të njeriut, kemi në mas madhe apo çfarë? Po në të gjitha sferat, po ta shikojmë në pjesa e arsimit, të shoh një student i cili nuk i njihve diploma. Domethënë e ardhmja e për çdo vendbanime të tjera, në vende tjera në rajon, e ardhmja e një studenti pas përfundimit fillon pas përfundimit të studimeve. Ndërsa tek ne e ardhmja përfundon në vendlindje pas përfundimit të kësaj, sepse atij nuk i njihve diploma dhe ai detyrohet të emigrojë. Dhe sipas statistikave tona që i kemi në Këshill Kombëtar Shqiptar, e shohim që mbi 50% të studentëve studiojnë në Universitetin e Prishtinës. Dhe ata pas përfundimit realisht të fakultetit, ata detyrohen si ekspertë të kësaj çështje detyrohen të ikin në vende të ndryshme, të gjejnë një rrugëzidhje. Janë të detyrueshëm. Dhe kjo pjesë në çdo fushë e shohim që ka diskriminim. Çështja e simboleve ende është e pasgjidhur. Që thash edhe më herët, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi e kanë të zgjidhur çështjen e flamurit. Ndërsa Serbia ende nuk e ka zgjidhur. Është shteti i fundit i cili nuk e ka zgjidhur këtë çështje. Po ta shohim dëshimin në ekonomi. Presheva, Bujanoci janë vendet më të varfëra në rajonin e Serbisë. Dhe aty nuk investohet fare në këtë koncept. Domthonë çdo vit edhe neve si Këshill Kombëtar Shqiptar na zvogëlohet fondi të cilin e kemi nga qeveria dhe me këtë fond realisht që e kemi, po mos tjetë qeveria e Republikës Kosovës, ne nuk mund ne himi në kollaps të plot dhe nuk mund të realizojmë asnjë projekt ashtu siç duhet dhe nuk mund të funksionojë Këshilli Kombëtar Shqiptar. Po, dhe përveç këtij mosbashkëpunimi që thatë për shkak derisa do të ketë veprim nga ana e qeverisë së Serbisë, si e shihni që mund zgjidhen të gjitha këto probleme, të gjitha këto shkelje e këto sfida? A shihni që zgjidhja e shqiptarëve, problemet shqiptarëve të Luginës kalon pak edhe përmes procesit normalizimit me Serbinë? Unë mendoj e vetmja zgjidhje, nuk mund të ketë stabilitet në Ballkan pa përfshirjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Domthonë, çështja më kryesore e shqiptarëve të Luginës së Preshevës realisht të përfshihen në bisedimet Kosovë-Serbi. Dhe këtu do të ketë, sepse mos përfshirjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës gjithmonë do të jetë një fitil i cili do të jetë fitil i Ballkanit, i cili do të ketë pasoja në të ardhmen, se nuk do të mund të ketë stabilitet. Se po ta shohim edhe te pjesa e sigurisë, kur e shohim në konkursin e fundit të policisë që ka qenë, për 53 të punësuarve asnjë shqiptar nuk është të punësuar. Domethënë dhe brenda 10 viteve nuk do të ketë asnjë policë shqiptar. Dhe ne e dim çfarë ka ndodhur në vitin 2001. Domethënë se pas këtij konflikti, domosht shqiptarët maltretoheshin dhe kështrajtoheshin nga policia dhe atëherë shqiptarët u detyruan që të kapin armët dhe të luftojnë për të drejtat e tyre elementare. Dhe kjo mendoj që Serbia don të vinë nga ajo kohë dhe realisht duke e parë këtë situatë, mendoj se po na përsëritet historia e vitit 2001. Po, megjithatë cilat janë gjasa që edhe çështja e shqiptarëve të Luginës përfshihet në procesin e dialogut, duke e parë aktualisht mënyrën se si po ecë procesi i dialogut dhe gatishmëria e Serbisë për zbatuar marrëveshjet edhe aktuale që ka me Kosovën? Po Serbia ka tash problemet brendshme të vetës. Serbia unë mendoj që është duke i parë edhe protestat edhe dhuna që është duke përdorur, është në një vdekje klinike dhe tani kjo çështje Serbia mundohet duke përdorur nacionalizmin e theksuar dhe mundohet që gjithmonë të bijë në krah shqiptarëve, por për atë arsye edhe kjo çështje Serbia nuk është e gatshme në asnjë aspekt, se nuk i ka punë të veta edhe me të gjitha pakicat nuk i ka të rregulluara, por realisht edhe me vendin po shihet që edhe me vendin e vet nuk i ka të rregulluar çështjet e veta. Po, dhe në anën tjetër, sa ka bërë qeveria e Kosovës për të adresuar të gjitha këto probleme dhe për të insistuar që në tavolinë e dialogut të vjetë edhe çështja e shqiptarëve të Luginës së Preshevës? Unë po mendoj që Kosova është në rrugë të drejtë, është duke përdorur, duke u munduar që ta fusë Luginën e Preshevës dhe e ka të qartë, e kemi bërë të qartë edhe politikanëve në Kosovë që është e domosdoshme të jetë kjo pjesë që Luginës së Preshevës, ose në kundër duhet të përdorë reciprociteti. Domthonë aq sa fitojmë, se ne duhet të kemi, ne nuk jemi duke kërkuar diçka më pak apo më shumë, vetëm ato të drejta që i kanë serbët e Kosovës dhe ne të kemi shqiptarët në Luginën e Preshevës. Dhe kjo çështje nëse flitet për një vend, për pakicë kombëtare të një vendi, pse mos të flitet edhe për vendi tjetër të cilët ne jetojmë. Shqiptarët jemi edhe ne shqiptarët jemi të lidhur
realisht gjeografikisht me Kosovën, po jemi edhe të lidhur kombëtarisht me Kosovën. Atëherë, zëni Rexhepi, ju faleminderit shumë që ishit në këtë linjë direkte sot me ne. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe ime. Faleminderit shumë. Dhe pas kësaj interviste tani është koha për lajmet ndërkombëtare.